Përshëndetje, mirë se erdhët. E di, edhe unë u habita kur e pash vetën se sa e bukur jam bërë sot, por ta mendosh që gjithë kjo bukuri shkon kot, sepse praktikisht unë vetëm bëhem kaq e bukur dhe shkoj në punë. Një bukuri si puna ime nuk duhet të punojmë, thjesht duhet paguajmë për të ekzistuar. Okej, e lëm me kaq delirin tim edhe kthehemi pak te libri Neville Goddard, Fuqia e vetdijes. Ju dini tashmë sepse jeni duke ndjekur, besoj, me shumë rigorozitet të gjitha këto që thuhen në këtë libër. Jeni bërës, e kam lajmëruar që në video më përpara, duke qenë se një natë më parë bëm një live thjesht coffee and chat dhe mendoj se ishte relativisht i nevojshëm, sepse na hyri shumë në punë në lidhje me faktin që u njohëm pak më mirë me njëri tjetrin, diskutuam për disa gjëra vërtet interesante. Edhe madje disa nga gocat tona diplomohen, disa diplomohen gjimnaz, edhe duke ju uruar shumë sukses që t'jenë të mrekullueshme kudo ju udhëheq jeta. Është vërtet shumë e këndshme të shohësh sa të largëta, të çuditshme, të ndryshme, por njëkohësisht edhe të njëjta janë jetët tona. Domethënë, në momentin edhe pse jemi kaq larg me njëri tjetrin, edhe pse ndoshta nuk njihemi fizikisht, ne prap gjejmë një kanal të vetëm këtu në YouTube dhe kthehemi dhe takojmë njëri tjetrin dhe flasim dhe shprehim gjërat që kemi, dhe është vërtet shumë e bukur dhe interesante, edhe e çuditshme do të thoja. Është vërtet shumë interesant. Jeni bërës. Bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, duke mashtruar veten tuaj. Se nëse dikush është dëgjuesi i fjalës e jo bërës, ai ngjan një njeriu që e sheh fytyrën e tij natyrale në një gotë dhe shkon në rrugën e tij dhe harron menjëherë se çfarë lloj njeriu ishte. Por kushdo që e shikon ligjin e përsosur të lirisë dhe vazhdon në të, duke mos qenë dëgjues harrues, por bërës, kryers i veprës, ky njeri do të bekohet në veprën e tij, thot Jakobi 1:22-25. Sa e bukur kjo. E di që ka shumë njerëz që gjejnë shumë adrenalin në momentin kur thonë, kam ndërmend të bëj një plan shumë të madh dhe kam ndërmend të bëj një projekt shumë të fuqishëm. Ashtu siç isha unë para disa ditësh, edhe ju thoja, hey, kam ndërmend të bëj diçka të mrekullueshme që shpresoj të përfitoni gjithë ju. Edhe çfarë ndodhi? E prezantova një prej projekteve të mia, dhe kaq. Më duket sikur mbaroi puna ime. Kam 2 ditë që nga momenti kur unë kam prezantuar këtë projekt, thjesht po rri. Thjesht më duket sikur asnjë mendim nuk më vjen më. Nuk më pëlqen kjo lloj letargjie. Sepse në momentin që unë bëj prezantimin e projektit, puna duhet vazhdoj. Puna duhet vazhdoj më fuqishëm se zakonisht. Nuk mundesh ti t'i japësh vetes tënde pushime her pas here vetëm se ti bëre një gjë të vogël. Nuk është kjo mënyra se si duhet bërë. Ti mundesh t'ja japësh atë vlerësimin vetes duke thënë, wow, bravo, jam kaq krenare për ty. Dhe ti tani që bëre këtë hap, duhet patjetër të bësh edhe 2 hapa të tjerë. Dhe jo, okay, meqense bëre këtë hapin, në ditë që ti futja gjumja një 3-4 ditë, edhe mos e merr më veten kurrë nga ajo gjëja që bëre. Por mendoj që është kaq gjë e mirë kjo që po bëj, sa ndonjëherë këto ndalesat, vonesat, mendoj se është thjesht një dorë tjetër që po përpiqet ta ndaloj, sepse thot, wow, kjo gjëja ka kaq shumë potencial dhe Migena po e arrin këtë dhe Migena është kaq afër kësaj gjës dhe duhet patjetër ta ndaloj. Por nuk kam për ta bërë këtë gjë sepse ja si vjen momenti kur jam thjesht duke ulur këtu për të lexuar një libër me gjithë ju, edhe më thot, Migen, e ke humbur, ke 3 ditë që ti nuk e bër asgjë më për këtë, dhe ja çfarë duhet të bësh. Duhet të bëhesh bërëse e fjalës tënde. E di, për shumë njerëz është një mundësi e jashtëzakonshme që t'ju thuash të tjerëve, kam ndërmend të bëj këtë planin, kam ndërmend të lexoj këtë librin, kam ndërmend të bëj këtë gjën, edhe për momentin të jep vërtet një adrenalin të jashtëzakonshme, në momentin kur ti thua planin tënd. I ka njerëzit
rrotull teje duke thënë wow, bravo, urime, o sa mirë do e bësh, edhe për momentin të bën të ndihesh superiore, për momentin i bën të tjerë të ndihen sikur vërtet ata nuk po bëjnë asgjë me jetën e tyre, por ti wow, po bën gjëra. Dhe në momentin që ti nuk e çon deri në fund fjalën tënde, ti bie pre e këtij lloj njeriu që harron se kush ishte. Por duhet të jesh bërës. E ndonjëherë është më mirë që le mos ua thuash fare të tjerëve, mos ua thuaj as planet e tua, ashtu siç nuk ua kam thënë unë ju, nuk ja kam thënë konkretisht cila është gjëja ose cila është mënyra se si unë dua të vi tek ju për t'ju ndihmuar. Nuk ua kam thënë konkretisht, por është më mirë kështu, është më mirë të mos e thuash gjën konkretisht, është më mirë t'i lësh disa gjëra ti mbash për vete, në mënyrë që nesër mbas nesër të kesh mundësi edhe të dish çfarë të sjellësh. Fjala në këtë citat do të thotë ide, koncept ose merak. Po më flihet. Jam zgjuar shumë herët sot. Dhe imagjinojni kur ju do shihni këtë video, do të jetë dark, por unë do jem në punë. Po e ndroj që tani e momentin kur do shtrihem për të fjetur. Besoj ju ndodhe dhe ju ndonjëherë që thjesht e dini që sa po zgjoheni, e dini se çfarë dite të gjatë keni përpara dhe thjesht thoni, më mungon momenti kur unë do shtrihem për të fjetur. Fjala në këtë citat do të thotë ide, koncept ose merak. Ju e mashtroni veten duke dëgjuar, kur prisni që meraku t'ju përmbushet vetëm përmes të menduarit të dëshirës. Meraku juaj është ajo që dëshironi të jeni. Dhe ta shihni veten në një gotë, në thonjza, që do të ta shihni veten në imagjinat si ai person, në atë sferën magjike. Duke harruar se çfarë lloj njeriu jeni, ju po dështoni të këmbgulni në supozimin tuaj. Ti harron se kush je, ti harron se the që do ta bëje këtë gjë, kur në fakt e di shumë mirë që mënyra për të shkuar nga pika A në pikën B është këmbgulja. Duhet patjetër të këmbgulesh për të arritur atje. Ligji i përsosur i lirisë. This is going to be so long. Kjo video do jetë shumë e gjatë vërtet, me mënyrën se po më flihet. Është edhe një kohë shumë për gjumje dhe shoh qiellin që është vetëm e re. Ligji i përsosur i lirisë është ligji që të bën të mundur të çlirimin nga kufizimi, pra ligji i supozimit. Përmes supozimit i mundesh t'i japësh vetes miliona e miliona mundësi për të arritur atje ku ti do. Të vazhdosh në ligjin e përsosur të lirisë do të këmbgulesh në supozimin se dëshira jote tashmë është përmbushur. Ju nuk jeni dëgjues harrues, kur në ndërgjegjen tuaj e mbani vazhdimisht të gjallë ndjenjën e dëshirës suaj të përmbushur. Pra ju e shihni veten, supozoni veten gjatë gjithë kohës. Kjo ju bën bërës të punës dhe jeni të bekuar në veprën tuaj nga realizimi i pashmangshëm i dëshirës suaj. Këmbgulni. Jo, unë kur them që kam rënë 3 ditë në heshtje, në një lloj qetësie, nuk do të thotë që më ka dalë nga mendja në asnjë mënyrë, por thjesht e ndjej që nuk po përqendrohem në tërësinë time, pikërisht në këtë rrugë. Dhe pra, më duket sikur nuk po e bëj eksaktësisht punën. Qoftë edhe me imagjinat. Ju duhet të jeni bërës, zbatues të ligjit të supozimit, sepse pas zbatim, kuptimi më i thellë nuk do ta sjell ndonjë rezultat që e keni me merak. Pra nuk do ta sjell rezultatin. Edhe nëse ju do përpiqeni. This is embarrassing. Duhet kisha pirë kafe. Ndërsa ju që po e ndiqni këtë video në këtë moment, nuk do ta lë në orën 9 të video, do ta lë në 9:30, që t'jeni pak më afër me orarin e gjumit, edhe të shkoni, Migena po na vën gjumë edhe me këtë jonin e saj.
ju duhet të jeni zbatues të ligjit të supozimit, sepse pa zbatim kuptimi më i thellë nuk do ta sjellë rezultatin që keni merak. Ti mund ta kuptosh gjën tënde, mund t'i bësh hapat e tu, por nëse ti vërtet nuk e kanalizon këtë lloj energjie tënde, pikërisht drejt supozimit të dëshirës së plotësuar, mund ta kuptosh, mund ta duash një dëshirë por nuk do plotësohet. Riformulimi dhe përsëritja shpeshte të vërtetave të rëndësishme themelore kalon nëpër këto faqe. Kur bëhet fjalë për ligjin e supozimit, ligji që e çliron njeriu, kjo është një gjë e mirë. Ajo duhet të bëhet e qartë përsëri dhe përsëri, me gjithë rrezikun e përsëritjes. Se si themi ne, përsëritja është nënë e mërzitjes, por është edhe baba i dijes. Kështu që, ky autori në këtë rast e rrezikon faktin që mund të bëhet i mërzitshëm, por thotë është përsëritja ajo që në ndihmon vërtet. Kërkuesi vërtet i së vërtetës do ta mirëpres këtë ndihmë në përqendrimin e vëmendjes së tij te ligji që e çliron atë. Pra, kushdo që vërtet të marrë dijen, kushdo që të takoj babain në këtë rast, duhet të kaloj nga nëna, pra duhet të kaloj nga kjo pjesë e mërzitjes. Edhe do ta pranoj edhe mërzitjen që jep kjo periudhë për të takuar dijen, për të takuar atë çfarë dëshiron vërtet të di. Kam përshtypje se duhet i bëj kac kësaj videos. Shëmbëltyra e dënimit nga padroni ndaj shërbëtorit që neglizhoni të përdorte talentin që i që dhën. Mateu 25:14-30 thotë: shëmbëltyra e dënimit nga padroni ndaj shërbëtorit që neglizhoi të përdorte talentin që i që dhën është e qartë dhe pagabueshme. Pasi ta keni zbuluar brenda vetes çelësin e shtëpisë së thesarit, duhet të jeni si shërbëtori i mirë që me përdorim të urtë i shumëzoi shumë fish talente që ishin besuar. Talenti që ju është besuar është fuqia për të përcaktuar me vetdije supozimin tuaj. Kjo është e gjithë fuqia juaj. Do ti të bëhesh shumë e suksesshme, biznesmene, e aftë, e fuqishme. Si më duk se ku kisha një problem? Jemi mirë. Do ti t'jesh një biznesmene e suksesshme, e fuqishme dhe ti kesh të gjitha gjërat në dorë, ty mund të emocionoj shumë ideja për momentin. Edhe ti e supozon veten tënde ke pasur pasuri dhe gjitha tjera. Por duhet ta supozosh veten tënde dhe ti masterizosh të gjitha cilësitë e një biznesmeni. E ndërkohë ti je duke manifestuar dëshirën tënde. Cilësitë e biznesmenit, siç ju thash, nuk janë vetëm kam shumë para dhe nuk di ku t'i çoj. Do të thotë edhe të jesh shumë i drejtë me mënyrën se si paguan punonjësit. Të jesh gjithkohës duke menduar që si t'ua japësh rrogën atyre punonjësve, jo në datët ose një ditë përpara. Të mendosh se ndonjërin prej tyre, pavarësisht se ndoshta ti ja di problemet, nuk ja di problemet, duhet edhe ta pushosh nga puna kur nuk e bën punën. Duhet jesh aty për t'ju dhënë punonjësve edhe lumturinë për të ardhur në punë. Një njerëz që nuk është i lumtur për të ardhur në punë nuk do ta bëj kurrë punën ashtu siç ti e mendon se do ta bëj. Do doja që këtë podcast ndoshta ta dëgjonte shefi im që na e bën jetën vërtet ndonjëherë shumë të pamundur aty dhe nuk e kuptoj. Personalisht jo. Jam shumë e lumtur që jam aty. Ditët e para më duhet ta pranoj, ishin vërtet vështira. Edhe ama ditët e tjera kam qenë shumë në qetësi dhe ndërkohë nga ana tjetër i shoh kolegët e mia që e vuajnë shumë momentin kur është prezent, momentin kur flet, momentin kur thret, edhe më vjen deri diku keq, më vjen vërtet shumë keq për mënyrën se si ato e përjetojnë. E do doja vërtet që ta kishte kuptuar edhe ai se çfarë do të thotë të bësh biznes. Nuk është lehtë të bësh biznes në media, por duke qenë se çdo gjë, sepse media është një ndër bizneset më pak fitimprurës, nëse do ta quajmë kështu.
është më pak fitimprurës. Për shkak se bazohet në një element që nuk është as i prekshëm, nuk është as i tregtueshëm në një farë mënyrë, nëse mund ta quash kështu, nuk është diçka konkrete, nuk është se ti po tregton domate ose kastravec, po tregton lajm, e kupton, edhe lajmi sa mund të jetë ndonjëherë shumë i rëndësishëm, mund mos jetë edhe aq i rëndësishëm. Edhe duke qenë se është një biznes kaq kompleks, njerëzit që e bëjnë këtë punë duhet jenë vërtet më të jashtëzakonshmit nga biznesmenët. Dhe jo t'jenë ata që nuk e kuptojnë fare fushën. Personalisht kështu e mendoj, domethënë më duket vërtet sikur është vendosur një person që nuk e kupton fare fushën. Megjithatë, nuk është çështja aty, çështja është që unë do jem duke kërkuar punë shumë shpejt. Edhe ju nëse njihni ndonjë që punon në televizion, sigurisht mund të na sugjeroni. Pasi ta keni zbuluar brenda vetes çelësin e shtëpisë të Sarit, duhet jeni si shërbëtor i mirë që me përdorim të urtë i shumëzoni shumë fisht talente që ishin besuar. Talenti që ju është besuar është fuqia për të përcaktuar me vetdije supozimin tuaj. Dhe në këtë rast me vetdije e supozon veten tënde. E supozon edhe duke marrë vendimet e vështira, edhe duke qenë ndoshta më agresivi në treg ose jo agresiv ndaj punonjësve. Duhet ta kuptoni këtë gjë, duhet jesh ndaj punonjësve, duhet jesh shef, serioz, por jo agresiv. Nuk mendoj që gjërat bëhen me agresivitet. Ka marrë fund kjo lloj epoke dhe njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Por ti jesh agresiv në treg, ti jesh agresiv ndaj konkurrentëve, duhet ta marrësh parasysh edhe këtë, duhet marrësh parasysh shumë gjëra. Dhe me vetëdije ti e krijon këtë supozim tëndin. Me vetëdije ti merr parasysh të gjitha gjërat. Dhe vetëm duke e përdorur vetëdijen për të marrë parasysh gjitha gjërat, ti je më pranë supozimit tënd. Sepse ti e di se çfarë dërasash do shkelësh. Nuk shkon ti dhe thua duhet jem biznesmene shumë e fuqishme dhe vetëm do mendoj se nuk kam ku çoj lekët. Ajo është një dëras e kalbur. Ti po shkel me këmbët e tua në një dëras të kalbur përmes supozimit tënd, sepse nuk është kjo mënyra se si bëhet. Ti më vërtet mund të kesh para edhe nuk di ku ti çosh parat, por ato para ti mund t'i kesh edhe siç ndodhi para ca kohësh në Britaninë e Madhe që ishte qindra miliard pound të cilat ishin në tregun e zi, pra kishin nevojë për pastrim. Dhe ti mund t'jesh një biznesmen, por nëse e ke nevojë lekun që ta pastrosh, mund të duhet punë. Dhe çfarë ndodhi në Britani? Në Britani vdiq mbretëresha dhe u bë mbreti Charles, dhe çfarë ndodhi? Të gjitha parat që ishin me mbretëreshën u kthyen dhe duhet ishin me mbretin. Pra nëse ti shkon për të bler një çamçakës në një dyqan në Britani, kuptohet, ato ndoqën politika dhe gjitha parat që i njihte banka u futën sërish në qarkullim, por nga ana tjetër, qindra miliard pound që i përdorin kriminalet underground, i mbetën, sidomos ata që i kishin stok, i mbetën aty të papërdorshme. Dhe çfarë ndodhi? Është shumë e vështirë të pastrosh para, nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq e lehtë sa në Shqipëri. Në shtetit është shumë herë më vështirë, ti mund të japësh me clearing, mund të bësh gjëra të tjera, por të pastrosh para nuk është kaq e lehtë. Edhe ju dolën jashtë përdorimit parat. Edhe kjo mund të jetë një mënyrë se nëse ti nuk e krijon supozimin në tërësinë e tij, supozimi mund të jetë edhe kjo. Ti ke para dhe nuk di ku ti çosh parat e tu, sepse ti nuk i pastron dot, sepse nuk i fut dot në ekonomi, në ekonomi të pastër. E kupton se çfarë? E kupton se nëse ti thjesht thua dua të kem para sa mos kem ku ti çoj? Mund të jetë edhe ky rasti, ku ti thjesht i ke parat, ke stok aty,
Dhe si përdor dot. Sepse janë praktikisht kartë moneda që ju kanë dalë nga vlera, kanë dalë nga sistemi. Kështu që duhet jeni shumë të kujdesshëm në momentin kur e supozoni diçka. Mos supozoni vetëm gjën e thjeshtë. Supozoj veten tënde të martuar. Po marrim një rast tjetër për gocat. Supozoj veten tënde të martuar. Martesa nuk është vetëm të dalësh edhe ai të paguaj për ty. Martesa është që ti t'jesh aty për krahje emocionale për të. Edhe në rastet kur ti ndoshta nuk ndihesh emocionalisht mirë për vete. Ti duhet jesh aty për atë, duhet jesh aty për partnerin tënd. Duhet jesh aty kur ai ka një vështirësi ekonomike, e keni vështirësi ekonomike. Duhet ta kuptosh që çdo gjë e keni bashk. Duhet ta kuptosh që rritja e fëmijëve është përgjegjësi e të dyve. Edhe për ti të vlen kjo. Nuk mundet që ti të thuash dua grua sepse dua një person në shtrat çdo natë, ndërkohë nga ana tjetër përgjegjësia për të rritur fëmijët është e gruas, përgjegjësia për të gatuar në shtëpi është e gruas, kur ndërkohë gratë nuk janë robot. Ana tjetër duhet kuptuar, pra duhet menduar mirë, sepse unë e di që ka edhe shumë djem që e kanë vështirë për gjetur një partnere, sepse gocat sot po shkojnë mbas G-klasit, jam dakord, keni të drejtë, por edhe çunat sot nga ana tjetër, po shkojnë më shumë mbas një goce që ka fytyrën të fryrë nga implantet ose nga botoxet. Nuk po shkojnë më për të zgjedhur një vajzë që është me këmbë në tokë, një vajzë që punon. Pse? Sepse thonë, prit një sekond, kjo goca që ka pas lek për me bë buzët edhe fytyrën edhe tjetrën, kjo ndoshta i bi ka lek, edhe ndoshta më mban dhe mua me lek. Edhe çunat sot po i bin pak qylit, jemi të sinqertë në këtë pikë. E ndërkohë nga ana tjetër, ajo vajza që mund t'i ketë marrë ato lekët për të bërë fytyrën, për të bërë, nuk e di se si mund t'i ketë marrë ato lekët. E kupton, janë ca gjëra që, sepse realisht po shifja para një 2 ditësh një lajm në internet, edhe thoshte që vajzat e showbizit, sepse i quajnë automatikisht të showbizit, vetëm se kanë shumë ndjekës në Instagram, vajzat e showbizit takime me bosët e krimit në qeli. Why? Pse duhet të glorifikojmë, pse duhet ta bëjmë një personalitet të tillë me jetën e vet, absolutisht bëj ç'të duash, është jeta jote. Ne si media ose si shoqëri, pse duhet ta glorifikojmë, pse duhet të themi wow, kjo, bravo i qoftë, e ka bërë lekun letër. Diti se çka ka kaluar ajo për ta bërë lekun letër? O them për rastet kur kemi këtë rast. Patjetër që ka goca që punojnë shumë, që ka goca që si puna ime ulen, lexojnë një libër, nuk po them vetëm rastim, po them ka pafundësisht goca shumë të mira që ulen, lexojnë një libër, përpiqen përmes YouTube-it ose përmes mënyrave të duhura të rrisin imazhin e tyre duke u përpjekur për të bërë mirë. Ju mund ta shihni shumë mirë, ndoshta mund të kisha dalë edhe unë half naked, gjysmë e zhveshur ose ku di unë gjitha të tjerat, edhe këto 10.000 ndjekësa do ishin 100.000 ndjekësa. Por unë them më mirë, hajde flasim diçka me mend. Hajde flasim diçka që mund të përfitojnë. Mund të përfitojë edhe një djalë, mund të përfitojë edhe një vajzë, mund të përfitojë edhe dikush që mendon se i ka përfunduar jeta në 50 vjeç. Mund të përfitojë edhe dikush që nuk e ka nisur akoma jetën, që sot po diplomohet 18 vjeç. Mund të përfitojnë të gjithë. Hajde flasim për këtë. Sepse më intereson më mirë të kem 10.000 ndjekës, por janë 10.000 njerëz që duan të mësojnë, se sa 100.000 ndjekës që janë aty për të më parë mua si një person që jep shfaqje dhe nuk e konsideroj veten të tillë.
Ama secili ka ato sakrificat e veta, jam dakord. Edhe një person që jep shfaqje, po them, e ka supozuar veten në atë mënyrë. E ka supozuar veten duke pasur pasuri të jashtëzakonshme vetëm për faktin që ka dy asete, nëse mund t'i quajmë kështu, trupore ose fytyrës ose diçka, domethënë edhe ka ditur t'i shes ose t'i përdor. Personalisht do doja të paguesha për ekzistencën time, vetëm për faktin që çdo fjalë që them ka një energji të mirë. Kjo është pak po e sigurt. Edhe nuk do doja që ta supozoja veten time si duke u paguar për ekzistencën time, kur ndërkohë jam duke dhënë shfaqje për të tjerët. Prandaj them, edhe kur ta supozoni veten, duhet keni kujdes nga kleçkat. Duhet keni kujdes nga panorama e plotë e këtij supozimi. Talenti pa shfrytzuar si gjymtyra e pa ushtruar, thahet e në fund atrofizohet. E nuk do doni që truri juaj në këtë rast të thahet edhe të atrofizohet. Prandaj duhet ta vini në punë. Prandaj duhet i mendoni të gjitha gjërat. Mos e vini në punë trurin tuaj vetëm për të menduar dua pasurinë, dua suksesin, dua famën, dua këtë, dua atë. Vendose trurin në punë dhe plotësoj të gjithë panoramën e asaj gjës që do. E do famën, urime, ja ku e ke. Por thuaj, e dua famën për talentin tim, për talentin tim si piktore, talentin tim si kërcimtare, talentin tim si autore, talentin tim si një mënyrë tjetër. Jo si thjesht një person që del aty dhe bën çfarë i thon të tjerë dhe jep shfaqje për të tjerët. Ose nëse je aktore, paguhu si aktore. Shko bëje aktrimin në industri aty ku bëhet aktrimi. Dhe jo ti je aktore në jetën reale, ajo është e frikshme pastaj. Si mundet të besojnë njerëzit nëse ti aktron në jetën reale, gjatë gjithë kohës? Domethënë, supozimi yt sigurohu që ti ke të gjitha pikpamjet në mënyrë që të mundesh vërtet që ta vësh trurin në punë dhe ta kesh këtë gjymtyrën të ushtruar dhe jo të thatë edhe të atrofizuar. Ajo për të cilën duhet të përpiqesh është të qenet. Për të bërë është e nevojshme të jesh. Fundi i dëshirës së zjarrt është të jesh. Koncepti juaj për veten mund të nxirret nga ndërgjegjja vetëm nga një koncept tjetër për veten tuaj. Të jesh. Unë e ndjej veten time, biznesmene, e ndjej veten time shumë të fuqishme, e ndjej veten time që jam kjo vajza që në çdo fjalë që them, jap energji pozitive. Kjo është fundi i dëshirës. Të jesh. Pra unë jam tani. Miliona njerëz, nëse do më dëgjonin, mund mos vinin dakord me këtë. Do më thoshin mua nuk je. Ti mund t'jesh duke manifestuar, por nuk je. Dhe unë i them, okay. Jam duke manifestuar atëherë. Por unë e shoh veten time si të bërë, si të arritur, si të qenë. E shoh veten time si një nën e mrekullueshme për fëmijët e mi, si një partnere e jashtëzakonshme për bashkëshortin tim. Unë jam aktualisht. Unë kur dal përpara pasqyrës, ose në këtë rast duke qenë se po filmoj në selfie mode, shoh veten time dhe shoh një grua të mrekullueshme për partnerin e saj. E shoh veten time dhe shoh një biznesmene të jashtëzakonshme, për cilën partneri i saj është shumë krenar. Shoh një grua që është një nën e mrekullueshme për fëmijët e vet. Edhe fëmijët janë krenar që ka një nën si unë. Të gjitha këto i shoh. E di që unë jam kjo. Edhe që në momentin që unë jam kjo, e di që dëshira ime është një hap më pranë realizimit. Dhe ti duhet ta kuptosh pra këtë gjë, duhet ta jesh, duhet ta ndjesh që ti je kjo, duhet dalësh para pasqyrës dhe ti e di që je kjo. Koncepti juaj për veten mund të nxirret nga ndërgjegjja vetëm nga një koncept tjetër për veten tuaj. Pra, nëse ti deri tani ke pasur një koncept për veten tënde, për shembull,
mua më ishte krijuar koncepti për veten time që unë jam e turpshme, që unë nuk arrit do t'ju flas njerëzve, nuk arrit do të krijoj një mendim timin, sepse njerëzit me cilët unë kisha qenë deri tani më kishin thënë, "Oh, Migena, ti je shumë e turpshme." Dhe çfarë ndodhi? Kur e ndryshova këtë koncept për veten, e nxora këtë konceptin tjetër. E kam nxjerr nga ndërgjegja ime këtë koncept dhe unë sot të gjithë njerëzve me cilët flas, me cilët komunikoj, u jap këtë konceptin tim të ri dhe askush nuk e njeh më Migenën si të turpshme, të ai njeriu që nuk e formon dot vetë një fjalë për t'u artikuluar, sepse ka turp ose ku diun ka ato ndrojtjen, ka ato tjera. Dhe jo në sensin që ka turp se bëri një turp, por thjesht në sensin që ka ndrojtje, pra ka atë të qenit introverte, s'po më vinte fjala, të qenit shumë introverte. Dhe njerëzit nuk e mendojnë këtë gjë, sepse nuk e shohin më këtë gjë. Ata nuk e shohin më këtë gjë tek unë, sepse unë për të nxjerr këtë koncept nga vetja ime, e kam parë vetëm një koncept tjetër, i kam dhënë vetes një koncept tjetër, i kam dhënë vetes konceptin e të qenë një gazetare shumë e plotësuar, një gazetare shumë e zonja, një gazetare që arrin të flasë me të gjithë, një gazetare që është dikur të flasë dhe dikur të hesht. Një gazetare që është shumë serioze në punë, por gjithashtu shumë e këndshme për qenë përreth nëse jam me shoqërinë ose me familjarët e mi, ose me njerëzit që e meritojnë minimalisht për t'i mbajtur pranë. Dhe kjo lloj gjëje më ka bërë që ta zhduk komplet atë konceptin tjetër. Kur njerëzit më takojnë, nuk shohin më atë Migenën më përpara, sepse askush nuk e di që ka ekzistuar. Ka dalë totalisht. Që koncepti juaj për veten mund të nxirret nga ndërgjegja vetëm nga një koncept tjetër për veten tuaj. E kam nxjerr totalisht nga ndërgjegja dhe tani kam këtë koncept të ri për veten time. Duke krijuar një ideal në mendjen tuaj, mund ta identifikoni veten me të deri kur të bëheni një dhe i njëjtë me idealin, duke transformuar kështu veten në të. E krijova idealin tim dhe thash unë nuk e dua më veten time kështu. Nuk më pëlqen që njerëzit më thonë ti je turpshme, ti je ndrojtur, ti je. Nuk më pëlqente. Dhe thash okay, do ta ndryshoj këtë gjë. Dhe unë mora idealin tim dhe thash unë jam e zonja, jam e shkathët, jam e aftë, jam e shoqërueshme, jam miqësore, jam pozitive. I kam gjitha këto gjërat, edhe ja ku jam sot. Dinamika mbi zotron mbi statistikën, aktivja mbi pasiven. Atë veten time që jam ndrojtur, që jam kështu, e kam lënë totalisht pasivitet. I don't care. Nuk jam më. Nuk e vendos në punë fare. Sepse nuk më intereson. Më pëlqen kjo vetja ime që kam tani, ky ideali im i ri që kam krijuar. Ai që është bërës, është magnetik dhe për këtë arsye pafundësisht më krijues se kushdo që thjesht dëgjon. Prandaj bëhu pjesë e bërësve. Bëhuni pjesë e bërësve. Jepini vetes një detyrë, një koncept të ri, jepini vetes mundësinë për të parë diçka tjetër, diçka më shumë. Esencialet, që nga shumë e bukur edhe kjo. Pikat thelbësore, nesër do flasim për pikat thelbësore, nesër me shumë mundësi pikat thelbësore do i lexojmë ndërkohë që jemi live, edhe sepse do jemi në punë paradite dhe do kem mundësi që të vi live edhe t'i flasim. E di që kjo ishte një monolog, por sigurisht nëse ju ka pëlqyer, nëse s'ju ka pëlqyer, mund të ma thoni edhe më vonë, edhe në këtë mënyrë ne mundemi që t'i diskutojmë. Ndoshta për këtë, në lidhje me këtë pikë, ndoshta edhe në lidhje me pikën kur do flasim për esencialet. Do të shihemi sërish në videon e ardhshme, edhe ndjes nëse u zgjata shumë, por mendoj që janë shumë thelbësore për të kuptuar, sidomos idealet. Nëse do të krijosh idealet, sigurohu që këto ideale, për shembull, në momentin kur unë kam thënë vetes time që dua të jem pozitive, dua të jem shoqërore, dua që njerëzit të shohin tek unë këtë Migenën shumë të mirë, unë kam manifestuar dhe i kam konceptuar vetes, i kam dhënë vetes time
konceptin e unë kam edhe kufi. Kam edhe kufi që nuk I shkel askush, asnjë njeri nuk I shkel. Sepse të jesh shoqërore, të jesh me energji pozitive, njerëzit mund ta marrin këtë si të mirëqen, edhe njerëzit mund ta shfrytëzojnë këtë gjë, edhe njerëzit mund ta përdorin, por unë kam thënë, këto janë dy anët e medaljes. Nëse ti do të jesh shumë e mirë, duhet patjetër të vendosësh edhe kufi. Dhe unë I kam vendosur edhe këto kufi. Edhe prandaj them, fuqia e supozimit është vërtet shumë e rëndësishme për të parë të dy anët e medaljes. Mund të kërkosh para pafundësisht, por ato para mund të bëhen të pavlefshme. Mund të është tamam si ajo ideja që thon nëse nuk ka mjaftueshëm para për gjithë njerëzit, pse bankat nuk presin më shumë para që të japin të gjithë njerëzve, por çfarë do ndodhe me inflacionin në këtë rast? Ka shumë gjëra që duhen marrë parasysh. Prandaj siguroni që në momentin që krijoni supozimin për veten tuaj, të shihni të dy anët e medaljes. Thojni vetes që ju jeni një partnere mrekullueshme, por thoni edhe vetes që ju keni një partner të mrekullueshëm që ju bën që ju të doni të jeni kjo partnere mrekullueshme. Sepse veçanërisht në martesë është bashkëpunim që gjithë kohës, e nëse nuk ka bashkëpunim, ti nuk mund të jesh një partner e mrekullueshme vetëm. Të duhet që ti të jesh ëngjëll, të duhet dikush që ta krijojë parajsën. Dhe prandaj siguroni që ti manifestoni të dyja. Do të shihemi sërish në videon e radhës ose në live-in e radhës. Do ta mendojmë. Mirupafshim.